Cila është gjuha që do të flasë Allahu në ditën e gjykimit? Cila është gruaja që ka folur vetëm një fjalë në Kur'an? Çka këshilloi shejtani Ebu Hurajrën? Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Cila gjë ja djeg njeriu të mirat? Padrejtësia. Cila gjë e bën njeriu të meritoj dënimin e Allahut? Këmbgulja në gjunahet e tij. Kush është ai që kur nuk gjen qetësi? Ai cili ka zili në trupin e tij, pra ziliqari. Pse plaku qanë për rinin e tij, ndërsa iriu nuk gëzohet për rinin që ka? Sepse kështu jemi ne njerëzit, nuk ja dim vlerën e gjërës të cilën e kemi përderisa e humbim. Cila është shtëpia e çdo muslimani në dynja? Xhamia. Kush është ai që atij nuk i bindet askush? Janë personat të cilët nuk kanë mendim dhe qëndrim të tyre personal, por gjithmonë mundohen të kopjojnë të tjerët. Kush është ai që i ka hyrë vetja në qef? Ai që shumë i pëlqejnë mendimet e veta. Kush janë udhëheqësit më të këqij? Ata të cilët janë të padrejtë. Cili është kafshimi më i keq? Ata të cilët ja kafshojnë dorën atyre që i ka ushqyer. Kush jeton gjithmonë në poshtrim? Ai cili vazhdimisht i poshtron të tjerët. Cili është defekti më i madh? Të i kritikojsh të tjerët për gjërat të cilat i ke vetë. Cila është veshja e devotshmërisë? Sadakaja. Cila është cilësia më e mirë e njerëzve fisnik? Ruajtja dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Cila është tradita e njerëzve fisnik? Besnikëria ndaj premtimeve të dhëna. Cila është gjuha që do të flasë Allahun ditën e gjykimit? Në bazë të transmetimeve të hadithe është gjuha arabe, por kjo nuk do të thotë se është e sigurt për shkak se Allahu xhaleshan do t'ju flasë në një gjuhë që njerëzit do ta kuptojnë detyrimisht. Cila është gruaja që ka folur vetëm një fjalë në Kur'an? Ajo është nëna e Musaut a.s. e cila i tha motrës së Musaut, pra vajzës së saj, kusihi ose ndiqate. Çfarë e zbukuron burrin? Vepra e mirë. Cila sadaka largon shumë sprova? Sadakaja e fshehur. Cili është mehri i xhennetit? Lufta ndaj vetvetes, lufta ndaj nefsit. Cila është pasuria më e mirë? Dhe zemra dhe ndërgjegja e pastër. Kë është përblen Allahu nga mirësitë e xhennetit? Të gjithë ata të cilët e përmbajnë vetveten e tyre në hidhrim edhe pse kanë mundësi të hakmerrin. Cili premtim nuk na tradhton asnjëherë? Ardhja e vdekjes. Kush mori këshill nga shejtani? Ebu Hurajra. E cila ishte ajo këshill? Shejtani ju drejtua: o Ebu Hurajra, lexo ajetul kursi përpara xhumit, dhe kjo të mbron nga çdo shejtani. E kur e pyeti pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam se a ja ka thënë të drejtën, pejgamberi i tha: po Ebu Hurajra, ta ka thënë të drejtën edhe pse ai është gënjeshtar. Faleminderit shumë. Faleminderes edhe juve. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmetullah.